prej vitesh që Partia Demokratike t'jetë fituese. Sepse nëse kundërshtarin e zgjedh, po e pyes drejt për drejt doktorin, me kë do të kandidosh në prill, doktor? Me veten. Sepse vetëm konkurenca e sjell para një parti politike e bën atë të jetë dhe të mbaj përgjegjësi para demokratëve dhe para shoqërisë dhe e bën të detyrueshme për secilin prej funksionarëve të partisë që ta vendosi të gjithë fokusin e vet dhe energjinë e vet tek interesi i qytetarëve dhe jo tek interesa personal. Çfarë është kjo papërgjegjshmëri para demokratëve dhe para shqiptarëve? Njerëzit duan ndryshimin, ndërsa leadershipi i mban zvarr me revolucione imagjinare dhe me qeveri imagjinare. Po e them qartësisht, turpi do t'i mbulojë një histori cilin do që tallet me popullin opozitar, që e rrëzon Edi Ramën në mënyrë imagjinare çdo javë dhe pastaj thot për javën tjetër që do ta rrëzojmë këtë javë që vjen.